kujt i takon ai fëmijë. Bab, senet nuk janë qashtu që shpodoken. Mos më fol me fjalë rreth e rrotën, se unë kom dal para krejt katunit për ty. Kom thonë që qika jeme është e ndershme. Tash njerëzit po nalin rrugës, po mbetin kush është baba i nipit tënë. Unë nuk më dash marrë deri që shtot betona. Atëherë kallëzëm. A është fëmija i burrit tënë apo i dikuna tjetër? Gjithçka është ka shkanë si mbas plani. Mbas më thirrë, veç me më thonë po shkon. Unë du rezultate. Lirika është shumë e latme. Është e hutume. Edhe familja e saj nuk pe prana. Ti e dim se e zgjedh për këtë punë. Është momenti më i mirë me bind për me ikë prej Kosovës. Se më ke thonë që ajo të beson më shumë se gjithë kanë. Mos haro, një gabim i vogël edhe ti zhdukesh bashkë me planin. Po, Atëherë kallëzo. gjithçka e kom planifiku, nuk kam e pas asnjë gabim. Bashkëpunëtorët nuk dojnë arsye. Te presin poret. A e di kush është kjo? Unë për që qiken të kisha njoftu. Ama më se përzim punën tonë. E tash bëhet mirë, se te nuk pe kryen punë që duhet. Më do këtë po arran që e ku marrë këtë riskun për ty. Edhe krejt transportin e kom rregulluar. Edhe poret i morë, mos harro, e është pjesa më e rëndësishme. Dëgjoj mirë. Kjo du të me dalë sa ma shpejt për vëmë. Unë jam lodh këto. S'jam të mujt me gjetë as punë, gjithë ditën jam të najtë vesh në menime. E kuptoj, po mos u lut. Kjo mundet më konë shanse jemi. Shansi apo rreziku? Qysh ti e të menu që Kaltrina u mashtron? Nuk po tham qështu. Po duhet më siguru mirë. Po, që ka me bo? Fol me familjen. Merr informata e jo vetëm që të ka thonë dikush. Kaltrina më tha që duna me vendos sa më shpejt. Edhe kjo po më duket shumë dyshuese. S'po di hiç çka me menu tash. Lirik, Unë kur nuk të kom lënë vetë. Asun nuk e kumlon vetën, bab. Veç jeta më ka qunë venet që si kum zgjedh vetë. Unë po mundohem me kuptu. Po zemra jeme nuk po pranon. Kushdo që është baba e ati fëmije, unë duhet me ditë. Bab më nuk ka këthim. Ky fëmijë ka me lind edhe unë ka me rrit vetë. Po njerëzit, familja, deri. Unë e kum jetu gjithë jetën për qa kanë thonë tjertë. E ta shëtutje ka me jetu për fëmin tem. Ti se din, sa eronë është kiru. E di, po ma eronë është me jetu me rena. Bia jem. Unë e veç nuk du me botë thime. A gjynë? A je sigur që është vendimi mirë? Po, të premtoj që vendimi ma i mirë është ky. Shto ka? Pa ty se di ku kisha mujtë më konë.
zhduk mëre? Qysh nuk po ma hap telefonin me njëherë? Krejt mirë. Ama veç jam pak e nxana. A kam rri mirë Lirika? Kam ri, mos u ban merak për atë pjesë. A është mirë? A ka hongër? A i një të trajtu mirë? Ti veç pyetje e të bon, si më konon asaj po t'inglan. Nuk i nevoj më mirë me mu. Veç kallëzama a është mirë Lirika. E kena qu në vend, tash fillon rrugtimin e ri për ta. Qfar rrugtimi? Nuk u konë marrveshja qashtu? Mos ma shit moralin tash. Ti vete ki pru të onë. Unë e ato e kum pru për punë. Jo për sen e tjera. Mos zgaboni me preka. Ka dal me fjole ti qik, se po arron me ka një të folë. Jo, ti tu harru. Ajo është shtatzana. T'lut na shumë, mos e lëndani. Mos zgaboni me bo najdam, as asaj, as bebës. Këto sanë nuk përkasin ty ma. Po në malmërë që më përkasin, se unë e kum shtin këtë rrugë. Atëherë e kishe mendu ma herët. T'lut na shumë. Qysh dush merru me mu. Ama veç Lirikën më se preka. A din ti qka nuk po duon? Me një zanin tanë të udridhë. A jeti njeri ajo? Ajo as nuk e ka idenë se ku ka shkua. Mjaf ma, ti e kine nshkru marveshën, tash rëjort. Jo, su kon marrveshja kja. Ti më pas ke rajt mu. Kujdes që shpo flet, se ti e pjesë e kësaj pune. Qka i ka da me thonë? Po du me të thonë, nëse e hap gojen, ti e para që ki mu fundos. Të lutna. O, të lutna, bre, veç mos se lëndani. Kjo nuk është lutje që funksionon këtu. Qa ku bo, në qa ku bo. Kaltërin, qile derën e di që je mrena. Kush është më recitash? Kusha? Falë, qka i të dashtë? Mas u shterë që s'pa di kur gjë. Mas ma bë këtohën, ko është Lirika? Përbes nuk jam ka ju kuptaj një asë me pushim banes tema. A ka mundësi t'ja nisit flasën e njëherë, para se m'ja nisti. Nuk jem t'ju kuptua njerëz. Deri kur qështo. As gjumin e rahatën banes tam nuk jem të mujtë me bo për juve, her njani, her tjetri, her njani, her tjetri. Mos ma thuja të fjallë. Se tonë po thënë që me ty a ka. Po, zot një jokon. Edhe te di shumë mirë që jokon, ama tash nuk është me mua. E ku ka shku? Më në punë është. Në punë? Ku mëre? A në qjela në tukë? Në Zvicër është, o, Shabana. Në Zvicër? E me kun ka shku ati? Po, vetë o Shabana. Me kanë ka pos me shku. Qëre që i ka mirë, mas ka bë më mrejten, se Lirika kur nuk leviz vetëm, a më kalëzëm drejt kush e ka marë. Në radhë të parë, të kisha thonë mësë më ofenda, më thonë po rren. E dyta, ajo vetë ka vendus. Qëre që i ka mirë, mas ma hub dërimin, a di kush jemon? Po e di shumë mirë kush jeti. Një njeri që shumë voni ka ra nërmend që e ka një rej dikon. Ti, diçka jeti më shefë. Edhe te je kam shef. E qka pa dhe me tha me këta? Qa po du më thona? Po du më thonë që nuk je edhe bashkë i patë që e ka shitesh.
Kallëzëm drejt, a është mirë ajo. Po, shumë mirë është. A është e sigurt. Po bre, se luft nuk ka shku. Ti po rren. Shumë je ka dyshon të, ja? Ti e din shumë mirë se e 7 zonë. Po edhe? Kur nuk më kallëzu se i kuj është fëmija. Po? I kujt. O, Shabana. Nuk është as puna jote, as puna jeme. Është punë e jemja. Se djali jem po del i po shnjum këtë histori. Djali jot, vete ka pushtërsu vetë vetë. E qka po do me hame këtë punë ti? Qa po du me thonë? Jem ka du me thonë që Lirika, reja jote, nuk ka i këtë veç hajt për djallit të. Fol drejt. Jo, Ti po e mbron. Pse? pse dikush do të me mbrojt, bre? Prej kujna do të me mbrojt? Prej kujna e kartërin? Pytje me ven, se pikona për mbrojt. Po pri juve o Shaban, se pikona. Shka? E ku mbrojt, edhe prej krejtve ka me mbrojt. Ti nuk jetë të tërgu të vërtetën. Je ka lyp një të vërtet, që ti besa as ti se ke ditë të vërtetën. Edhe qysh ka qenë në ngjarja asë njerë. Une i gjallë nuk ka me lë pa e gjithë. Hiq më se kërka. Pse? Se asë njëherë nuk të konvenon se shka kime gjithë. Harro këto që kjo ka me maru këtu. Po e di. Nëse i ndodhë diçka, unë të ti dhi pari tije. Edhe do është me orë. Falë ma Lirikë. Qysh për duket a burri pa zonën e saj. Qysh për duket kë shpi të e po të dojë e të hi mrena. Unë jem baba, po sot për në gjihën që kur nuk jem kun kur. Qika jem ka i, ju dhe s'prej shpis, po edhe prej fjollit të. Sa heri këm thonë, mos shko rrugëve që në kinja, dhe mos ju beso kredit, se bota nuk është që shduhet. Po rinia nuk e dit, se nashta, asune nuk i kam thonë që shduhet fort. Nashta, se kom ko për dure, sa duhet as gjatë. Se fëmija, kur do në mëra, nuk pyt, as për non, edhe as për bo. E kur bjen, ajo e kujton çdo fjalë që nuk e ka ngu. Po ma shumë se ajo te fajsoj vetë, se nashta edhe unë se kom mësu sa duhet. Me dallu të mirën prej të keqes, edhe me po rrezikin para se marrë. Sot çdo prind duhet më nal. Mos prit me ta marr bota fëmin, e pastaj me thon pse. Mos prit me vovu. Folim me ta dhe rrini me ta. Mos i leni vetën në vendimet e tyre. Se ka njerëz që pitin veç një hap gabum. Me ta shkatëru jetën. Lirik. Nëse jetën ndi dikun. Ktheu bi. S'ka faj që nuk folit. Veç ktheu. Se bobot pret. Sot nuk jem të shku si mik. Sot jem të shku si babë. Si babin ideali që po del i po shnjum para kejtve. Krejt qyteti po flet. Gruja Ardianit ka ik. E ka trahtu, ka shku rrugëve të këqia.
po kërkush nuk pe di të vërtetën. Asune nuk e di krejt. Po sot po shkoj me marrëvesh. O Hysen, po a di bre që ka bo qika jote? Apo e din ti që djali jem po përmenet si tradhtar, si tradhtun? Apo ndoshta edhe ti je pjesë e kësaj heshtje? Nuk jam të shku mu për shëndet. Po shkoj me lyp një përgjigje. Pse ka ndodhë kjo? Kush e ka shni me ndodhë kjo? Pse ka shku rrugës keqe? E mbi krejt? Po du me e dit, a është thëmija i djalit tem ajo? Nëse nuk është, atëherë kjo nuk o veç turp. Kjo është luft, e nuk e di, a ka munal kjo me fjale ajo? Apo diçka ma keq? Hysen, sot kemi me tha krejt. A je spanjollit? Në varet kush po pyet. Kam ardhur me fol me ty. Fol, Kam nevojë për ndihmë. krejt ka nevojë për ndihmë. Po ne kam diçka me ofru. Çka? Besnikëri. Kjo blehet lirë. Jo kjo. Çka den me botë? Çka do që duhet? Jo çka den. Po çka dan. Muj mi ofru njerëz. Mi bind. Edhe mi shtim besim. Mashtruse, a? Po në qasë se duhet, po. Pse tash? Kom bo një gabim. E din që gabimet paguhen. Po e di. E din. Mirë. Sa i madh është ai gabim që ke bo? Aq i madh. Sa ma marr jetë. Mirë. Atëherë jenë vendin e duhur. Më duhet të mbrojtje. Prej kujna? Për njerëzve që nuk falin. E din që asu nuk fali. Po ti paguhesh. Më paguna. Mirë. Po nëse hen me mu, nuk më nësh me dalë kur dush. Se kam plan me dalë. E nëse thëm shka, ti shkan. Po nëse thëm re, ti ren. Po, E nëse thëm shkatëraj e dikon. po në qëfë se duhet me shkatru. Edhe ata, po. Kanë, Kanë dalë. ti nuk je pastër. Jo. Mirë. Njerëz të pastër prishan. Të këshit për dorën. Spanjol. Qka i ka do me mi? Tash për tash kur gjë. Qysh kur gjë? Veç dorem.
Se kur djem puna, të regoj. Mirë. E pranoj. E po... Mirë se erdhen problemet më të mëdha. Kjo është veç fillim. O, Hisan Miki, O, Shaban miku, nisët ka pru zote. mirë që shqesi. si. Po, jem. A jemi, a Po, jem, e A lodhë, si ka lodhë. Po, ka pak. Mik, nisët ka pru zote. Falinderit, Që jemi? që shpo dëk në ty. Po kohar nuk është e mirë. Sështë. Po, ti hiq nuk erdhe më rëburë. Ku? Po, te unë, te shpia jem, e me full për qëtë punë. Shaban, besëm, nuk e kom pos as letë. Asone nuk e kum pas letë, po prap erdha sëtë. E di që gabim kom bo. Gabim është me harru e me mbyll derën, e jo me la mikun pa fjallë. Më ka ra rëndë, o Shaban, E mu, së më ka rara, na? A din qëfar gjendje jena na? e marrë me menë. Mos e merë me men, veç dije. Djali jem Ardiani, prej asaj dite nuk është maj djali jem që shaka. Nuk e di adin që e ka lëshu shpijen, e ka mbyll biznesin, edhe sa më kërkun mu t'i full. E krejt kjo është për shkak të qikës tonë. Mos ma prek, qikën ashtu. E qysh mos me prek. E qka mi tha asajnë, qka ka bone? Unë nuk jom të mbrojt që ka bo ajo. Atëherë, fol drejt. Nuk e kom prit kur. Aso nësë kum prit pisajnë. Kër e pa ta morë vesh, mu shem këtë tuka. E neve, ne u shem nderi. A din ti qka po flitet? Po, Se ajo e ka tratu Ardionin. po, A e din ti që ka ik? po, Edhe që fëmija nuk është i djalit tem, po më duket. e këto unë nuk e di. Apo nuk po dën me dit. Mos të akuzë pa ditë. E atëherë kallëzëm. Kjo heshti, po më duket ma keq se çdo fjalë. Unë e mboba, o Shaban, Edhe unë, po unë nuk e di ku është. qysh nuk e din. Nuk e di. Ajo ka shku në Zvicër, Qka? po, edhe nuk është veç punë që po thojnë. Qka jetë dhe është me thonë me këto? Po do me thonë që qika jote është në rrezik. Jo, Kjo nuk është veç të radhë ti, jo Hysen Miku. Kjo është diçka ma e madhe. qysh erdhëm deri këtu? Gabim, mës gabimi. Një sen do me thonë. Kjo punë nuk ka më mbyll aq lehtë. Jo, Duhet me gjetë sa ma shpejt. pa tjetër.
O, Bob, ku shoh? Qa po ndodh këtu? Ku shoke? Djali jam Rudi është. O, mik, mirë se të ka pru zoti. Mirë se kem gjetë. Mirë ditë atë koftë. Në ka ditë e mirë sot. Bob, Situatë e ronë është. Jo situatë, po turp. o Shaban miki, kujdes me fjallët. Ti djalo, mos më sa muqësh me full. Atëherë mos e ol familjen tem. Birë, mos e nëzej ma shumë situatën. Nuk ka situatë më të nëzet. Kje punë ka dalë krejt për kontrolli. Këtë vend këtu. Gjithmonë ka pas regula. Ka pas nder, ka pas fjallë, ka pas besë dhe kanon. Kur një grua martu me del për shpije e të rafton burrin, aja nuk e tërplen veç vetën. E tërplen krejt shpinë. O, mik, mos e gjyko për e ditë vërtetën o burë. E vërteta po shihet. Jo, o, mik, nuk po shihet, po shihet veç ata që po dënë ti me po. A dën ti më kallëzu të vërtetën, a? Po du me ta kallëzu të vërtetën. Sepse na nuk jena ata të cilët ti po menon. Qika ju i ka ik. Qika jonë nuk ka ikot. Qka e ty dash me hamë këtë punë? Po du me thonë se diçka e ka qu deri në qatë pikë. Qka? Qka e ka qu? Djali jem, a? Une nuk e di. Po e di që nuk është veç ajo fajtore. Mjaft mo. Mos ma prek djalin. Atëherë o Shaban miku, mos ma shkel motrën. Dali me bura, se ke nuk është zidhja kështu. Kjo zhidhet veç me nder. Nderi nuk thejet me kërcënime. Në nderi mbahet ose humbe. Në kod vjetra kjo punë nuk u diskutoj kaq shumë. Këto nuk janë kohët e vjetra. Nderi nuk plakët kur. Mjaftë o bura, ju lutna. Ti duash me zgjedh Hysen. Qka me zidhë? Në vërtetën ose turpin. Ai nuk ka nevojë me zgjedh kur gjë. Atëherë, unë e zgjedhi. Nëse kjo punë nuk shqarësohet, nuk ju premtoj se qush ka me përfundu. Atëherë hajde e qartësojmë së bashku. Bashk? Po, se nëse ajo është në rrezik, ajo nuk është veç motra jam. Është edhe gruaja e djalit tënë. Është reja jote. Kjo është rruga e vetme edhe e drejtë. Në rregull pra. Po nëse na del ndryshe, tani mos pretim shirë për me. Besa as ti. Kjo punë nuk u dasht me shku qështu. Hajde bre ullu, mësë më rëmi krytë. Bob, apo më dëgjan? Po të ndëgjoj. Shumë ne rëndoj situatën. Nuk e rëndoj, e ka rëndu puna. Po nuk është krejt qashtu që shpo mendon ai. O birë, në këtë vend nuk pytë kush shumë, se kanuni nuk i njën arsye të fortë. Po nuk jena në kohën e kanunit, o Bob. Kanuni nuk ka dalë për njerëzve. Jetën hala në mendjen e tyne. Po na nuk duhet me jetu me atë mendësi, o Bob. Po duhet mu përballë me ta. Na kemi obligim o birë. Për çfarë obligimi po flet? Duhet mu përgjigjë, Për çka ashtu? për që ata shka ka bo qika e jonë. Po ajo është motra e, o Bob. Edhe nuk është ndonjë send që duhet mu dërzu. Mos menoti që mu nuk po më dhem kjo. E mos harë, se unë jam baba i saj. Edhe jam burri i kësaj shtëpie. Bob, edhe duhet me mbrojt. Po, duhet me mbrojt. Po nuk e di prej kuna më përpara. Prej atyne që po e gjykojnë. Apo prej atyne që e kanë quke në gjendje. Nuk e di. Bob,
na motrën duhet me gjetë. Ku? Po atë kishtë tonë Shaban Miku që motra ka shku në Zvicër. Po, Zvicër ke shku vëlla. E pra, A thu, kush e ka qu? që to është pyetja. Aja atje në Zvicër nuk ka mujt me shku vetë. E ka qu dikush. E dhja tone, e dhja të farpuno. Dikush e ka bind. Mu po ma mërmenja, kush e ka mashtru. Unë e di kush e ka mashtru. Aja shuqja e vetë, aja Kaltrina. Kaltrina? Po, i sigurt jam. Bab, apo thu, ajo është e funit që e ka po motrën tona? E prej që atu i duhet me ja fillu rabir. Po, veç na duhet mungut ma shumë. Pse? Se s'po mdo këtë një punë e mirë që ke Bob. Që besa as muja. Rud, Po, Bob, nese nuk e gjena me ku, kom shumë frikë që kena me humbë. Bob, po të premtoj që s'kena me humbë. Jo sa t'jem gjallën, jo. Qka o bobre? A thash njëllën tjetër jam ane. Hajt, atë më supën nga po. Mirë mrama me Manuel. Mirë mrama. Jam ka du me fol me ty për lirikën. Lirikën? Po, lirikën. Qika nuk është në Kosovë, di? Po, e di. Ama ka marrë me tregu kretë se qa ka ndodhë. Kaltrin, ti nuk je qike mirë. E ke mashtru lirikën kur ka pas aja mas shumë të nevoj. Po, e di. Nuk jam kone drejt. Po vetëm për nuk mjafton. Çdo hap, një gabim tjetër, e kupton. Po, e kuptoj. Kjo nuk është lojë. Çdo gabim që e ban, ka pasojat e veta. Po, jam e gatshme. Me punu çfarë do që doni ju. Unë jam e gatshme për krejt planet që e keni ju. Po e shoh që po don me kontribu, po besimi nuk fitohet me fjalë. E di, Emanuel. Ama ka me bojë gjithë shka për mjë një. Kaltrin, kjo nuk është lojë. Veç me veprime dosh me provu vetën. E kuptoj. Ama ka me bo krejt që shtoni. Kjo është mundësia jote me hinë planet tona. Po, nëse ki seriozisht, nuk kemi ndalë. Na nuk e dojmë as një hap falcë. Po, nuk ka me pas hapa falcë. Veç punë. Mirë, tash e shumë që ka je haft me ba. Po nëse ga bën, kemi kujtu gatë këtë natë. E kuptoj, Emanuel. Nuk ka këthim. As një këthim të dy shunit nuk kanë vend këto. Të premtoj kësa here. Nuk kam ju zhënjë. Mirë, po fillojmë. Po Kaltrin mos gabo as njëherë. Kaltrinën nuk kena ma besim. Jo, nuk është konë kur. Po, kemi shpenzu shumë lirikën. Ku, pare, gjithë shka. Nuk mujna me reziku mo që Kaltrina me nga trastue me hub krejt kontrolën. Po unë s'ja besoj as një fjallë që thot ajo. Pra, plani është i thjeshtë. Shkojmë të prindrit e lirikës. Baba dhe vllavi nuk kanë me ditë kur që kanë me ju ardhë. Po, nuk ka problem se me u përballë jim të gatshëm. Edhe Kaltrina? Veç kena me majtë si vegel. Qika është investim me majtë për të ardhmen, për biznes. Po, e shfrytëzoj maksimalisht. Nuk do ta din ku i vjen. S'ka ma këthim rapa. Kush gabon, pagun. Mirë, the. Çdo hap do të më koni moton. Kena mi nda rolet. Ti kemi u marrë me rrugë, e unë me prind dhe me rrethin. Po dhe në fund, ajo nuk do t'jetë veç një fëmijë i humbun, po ka më konë një aset. Lirika s'ko me ditë sen. Deri sot veprojmë. Çdo gjë. Po nëse kemi sukses, çdo gjë kemi në dorë. Jo, nuk
pas më kthem. Edhe Kaltrina nuk ka me pas as një rrugë dalje. Gjithçka sipas planit. Dita nesër fillojmë. As një hap fals, ose gjithçka përfundet. Mos gabojmë. S'ka më humbje.